Tani, ju pyesni se cila me duket mua si çështja më akute, më problematike e ditës. Të gjitha janë problematike. Njëri thotë e ka uruar popullin shqiptar ambasada amerikana, nuk e ka uruar Ramën, thotë ambasada amerikane, se flasin dhe nga këta anash e shgoli ju, vinë këtu, nuk flasin vetë, edhe ju vinë keq kur flasin ne, ju dhembë, ju dhembë sa të dojë, sa më shumë ju dhembë, aq më shumë të drejtë kemi ne. Shkojmë përpara tani. Vërtet atë mund ta mos urojnë Ramën, po ata zgjedhjet në një farë mënyrë i certifikojnë. Certifikuar i ka gjithë Evropa, ki thotë do të kalojnë në grevurie, çka grevurie do bëjë 19 vjeç, ai grevurie është. Unë jam 61 vjeç dhe ha një herë në ditë. Para ca ditësh isha me një djalë nga Malësia, isha duke bërë një muhabet të gjatë atje në kafene 2 orë me Don Leonardo Vocin. Edhe kur dëgjova dhe Don Leonardo unë që është 2 metro, edhe një metër mbi mua, një herë në ditë më di laver hatha unë. Edhe unë e Leonardo që jemi në një të njëjtën moshë afërsisht, me vite, ham një herë në ditë. Po s'hanë, ati si takon, ai në grevurie. Kur të kalosh 82-83 vjeç, sa është Sali Berisha, ai në grevurie ai. Do marrë me qafe dhe të rinjt mosha juaj duan të hanë 4-5 herë në ditë, mos ashtu kemi grenë dhe ne. Edhe me reveshta, tani çfarë ndodh atje brenda, që thoni ju në PD, që me shqetëson mua dhe me bënë alarmon, se këta kanë bërë një vesë më i ti vajzë. E kanë bërë vesë, mos u drejtoni thar nga opozita. Ore, kur ne vërtet e shohim që na falni, mënyrën si do shprehem, po nuk mund të shprehem ndryshe. Ki jam Dilaveri, jam po doni na pranoni, po s'doni, unë kaq di, kaq them. I shikon atje 12 vjet Edi Rama në pushtet, majoranca është në pushtet 12 vjet. Do thoni ka breket e krishtura Edi Rama. Ore dakord, dakord unë. Do thoni ju shprehem, po si shprehem, letë. E dim ne pas 12 vjetësh janë shpuar aty e këtë ku e diu se si po turret. Po thonë mos kthej tani thonë mos u kthen të shohësh dhe opozitën. Sepse pse thoni ju nuk thonë ata që mos u kthen nga opozita? Sepse opozita është pa brek fare, është lakuri çkret. Shiko, sa lakuri që është, do thoni ju. Shikoni Alim Mehmetin. Shikoni Tabakun. Shikoni këta të tjerit që janë quhen delfin këta, që mund të dilin nga një herë misi nga Reshti, mund të dilin nga Radha. Si është e mundur? Kanë fituar gjithë ato i beri me një anë të gjithë. Se futi pjesën e vetë atje dhe s'don të tifus të këta. I lanë listat e hapura. Fituan gjitha të vota. Prap se prap, asnjeri prej tyre nuk kesh në gjendje, asnjeri prej tyre, as Tabaku, as ky Alim Mehmeti, nuk kesh në gjendje të thotë. Ore, e keqja e madhe është Sali Berisha, largohu ti që të ndryshoj, që të bëhet rotacion. Përderisa ti ke vendosur diktaturë mbi partinë tënde, nuk ke të drejtë të flasësh për diktaturë dhe regjim mbi qeverinë. Që ti ke diktaturën tënde, pa ta provojnë një herë. Ja se i bëj unë këtu, e i sfidoj këtu në kamerën tuaj, ta shohi gjithë një, ta provojnë një herë, po s'u hengri kokën si që hengri kokën Sokolodashit. Edhe njerit edhe tjetrit. Ta provojnë një herë, po si rahu. Ju kujtoj Lulzim Basha që tha, i vetmi njeri që se ka rahur Sali Berisha është Lul Basha. Keq mirë u qëllë. No, e vranë. Ate e vranë, se nuk ka mundësi të bëhet të gjitha e gropë, në një mjet të blinduar, të fortifikuar, sa i sesh vetëm ai është i fortifikuar për 17 metra që ka rënë atje poshtë, kujt i thoni ju, që ju hap ajo koka me dyshë. Jo bre, nuk bëhen ato punë. Ne dimë atë punë se si është bërë. Ai kërkoi të marrë Partinë Demokratike dhe përpara se sa të ndodhte ajo që thoni ju se ne pa që pas ka vdekur Odashi, ai ka lënë një fjalë, e ka thënë në poezi mënyrën si do e vrasin. Po ta lexoni me kujdes, shikoni poezinë e tij dhe e ka lënë të shkruar. E dinte se si do e azisojnë. Dhe këta e dinë se çdo psojnë. Dhe e din edhe gazetarë dhe analizë dhe gjithë të tjerit, kur futen aty brenda për të votuar, janë ata jashtë që po votove kundër të thejnë brinjët. Të kujtohet ty si e qelluan një nga eksponentët më të mëdhenj të Partisë Demokratike, ku ishte Roland Bejko, nuk ishte një nga eksponentët. Sa po kundërshtoi Berishën e pesës, si e dolën dhe e qelluan. Me medalje trimërie ka qenë i lauruar ky Roland Bejko. Ka dalë kundër në Gjirokastër, imagjinoni në 90-ën Bejko ishte kundër komunizmit, në Gjirokastër që ishte fole e komunizmit, dhe rahu Saliu, dëng me hua, rahon ata jashta, shokët të ti me të ngushti futën dru Roland Bejkos. Prandaj, edhe këta tani, këta frikacakët, që janë gjysme të tredhur, këta lakoqet, ja Alim Mehmeti, jo kjo Tabaku, që Tabaku në nëzori Silva Turdiu, se s'kishte dalë deputete. Mirë po s'kishte atë kocka që ka Tabaku, Silva Turdiu nga Kanadaja, tha unë do votoj Jonida Tabakun. Dhe atëhere ajo ishte ndihma. Pas Silva Turdiu nuk do ishe zgjedhur 1 milion vjet më
jo rita tabaku. Po doli ajo është cube, ajo ka qenë e fejuar e dikushme e djalit e Mehmet-sheut, kjo u vra Mehmet-sheu, vrau veten Mehmet-sheu, jo për shkak se ishte vajza e Turdinjve, qazim Turdinjve të sa të tjerëve këtu që janë, familje mirë, pa nuk janë në atë nivel ata. Silva Turdiu është mbesa Arshipipës, dhe Arshipipa është përveç fondit letrar, ka qenë i akuzuar dhe ndiqej, sepse ishte arratisur nga Shqipëria, si agenti UDB-s, edhe i klubit të Prizrenit, në baniment të gjera, dhe kurse Amerika e studion të atë si agent të UDB-s, e ruan të CIA, kush ishte Arshipipa dhe kush janë Blendi Fevziu, që mundohet e ka prerë shiritin, Blendi Fevziu, që mos shikohet kjo pjesë. Pra, edhe njëherë me Mehmet-sheu, dhe e vrau veten për Silva Turdiun, sepse i thanë ata si ka mundësi që ti të bëhesh mik me të marrësh për nuset e djalit Silva Turdiun që është mbesa Arshipipës. Se kush Arshipipa është të mërshëm, po plas Kadareja me te. Aje ka len Kadarejen pa e marrë çmimin Nobel, sepse i përktheu për gjithë natë, më ka thënë Nerim Kupi mua, në bisedë, si që besë muhabet me ju, e më bërë muhabet me Nerim Kupi, profesor Nerim Kupin, për gjithë natë është përkthyer poezia Kadareja se bërë për Stalinin, me rastin e vdekjes, se keni parë të gjithë. Ajo, Silva Turdiu, duke qenë një eksponent me të vërtet i fuqishëm, se nuk janë do si dojë, si familje Turdinj, këtu janë, ne njohim në Tiranë, i dim ato, Silva Turdiu ndërhyri, pase Berisha ka vendosur që qeshmi njerëzit nga Tirana ti bëjmë njën, doli Silva Turdiu, foli atje, do votoj rrida tabakun, reaguan dhe Tirana dhe votuan. Ali Mehmetin e lanë, se si kishtë ato kocka, po mua me vjen keq se si ka mundësi që të dy këta nuk i dalin për balë të thonë, me gisht, dil ti, largoh ti. Si që thot a i Rama ik, 4 herë ka që humbet. Humbin 2013, 2017, humbin 2019, 2021, 2015, 2025, 2023. Si tha një herë kush, sali u ik. Hajde filti, të qatë klasën me janë. Këtë reagimi ambasadës amerikane, si e pa? Reagimi ambasadës amerikane është lasivit atje, që u ka thënë atje, që i ka mbajtur peng. Lasivit ka ardhur me urdhër të Trumpit këtu, po mua më morën zvarë, nuk me lanë të hidhja vezët, se unë i dola për parat e Rognerit. Unë e dije që do vinte lasivit, po e ngatrova në fillim atë gomarin e Korçës, pastaj e ngatrova me këtë sinën, vullnet sinën, se ishte i veshur në rroba të thjeshta, unë kisha ndërmend fiksuar në të, unë e kisha parë me rroba luks. Ata rrobat e shtrenjta, po ta kisha parë lasivit e ne kisha ashtu. Në moment edhe kishte një arsye kjo, dhe arsye tjetër ishte që unë nuk duhet të qelloja pas kurrizës në vezën e xhepit kisha. Dhe në momentin e pan ata lëvizjen e shpejt për të arritur që ta qellojnë në ball për ball, edhe me morën zvarr 50 metra, më dorëzuan polici. Kaq. Keni tentuar për... Si s'kam tentuar, ka qenë Gjiro Italia ditë, unë isha gjithë ditën të Rogneri, ata e dinin që unë jam duke pritur lasivitën në një farë mënyre. E dinin shumë veta këtu. Se doni t'ja jepni një vezë sulate lasivit? Por 600 milion që mori, dhe sa janë deklaruar, disë do thotë të marrë, disë do thotë një konsulent i tillë të marrë nga Shqipëria 600 milion, 6 milion dollar me një dorë, me këtë popull ku kanë ujtë në orar, shikoj, ku janë me halë të zotit, me pensionet qesharake, me rroga minimale të tmerrshme, pa u shpallur minimumi jetik, nuk guxojnë ta shpallin minimumin jetik, e kemi thënë dhe përsërisim, se po të shpallësh minimumin jetik, një pensionist i bie të marrë më pak se sa një dembel, një parazit. Se po ta shpallësh me minimumin jetik i nderuar gazetar, edhe ju ndjekës dhe ndjekës që jeni në anën tjetër të xhamit, i bie 220.000 lekë. Dhe kur ta marrë dembelja i paraziti që ka ndetur gjithë jetën e tij pa punuar ndonjëherë si janë vrarë duart, ndonjëherë ai merr 220.000 lekë, kurse ky pensionist i shkret që ka punuar dhe në tokë do marr 200.000 lekë. 20.000 lekë më pak nga ai bastardi që ka ndetur dhe ka pritur që t'i vi dita për të rrjepur të popull, siç kanë rrjepur politikanët. Kjo është ajo që di unë. Prandaj më them për lasivitën që vjen këtu dhe me një të futur në dorë, dëng merr 6 milion në një vend që e ka humbur, 2 milion popull ka humbur në 30 vjet, me varfri, me ujë me orar, me hallet të mdhaja dhe vjen këtu ai maskara, merr nga lekët tona 6 milion dollar për herë. Prandaj duhet i hidha vezët, po s'mu bën bar, nuk e fiksova si duhet. Edhe çfarë lekësh? Lekët e Gërdecit. Lekët e Gërdecit me 26 të vrarë, me 300 të plagosur, me një fshat të quar nga vendi, se me diu e solli lasivita. Si mos i hidhur vezët i maskaraj. Lekët e 21 janarit, lekët e sa, po mbi gjitha lekët e Gërdecit. Kjo është arsye sepse i dola lasivit, nuk e fitova. Zoti është i madh, inshallah, ma sjell në prit, në më mirë, një ditë tjetër, ose ja bëra si Belerit,
haram me qoftë qumshin anës.